Pari familja jam kanë jetu në Zvicër para luftës edhe mandej kanë vendosur me u kthy në Kosovë, ku vllaznitë e mi mandej kanë shpreha dëshirën që me studiu jashtë vendit edhe të tret janë zhvendos këtu para 8-9 vite ndoshta. Edhe mandej normalisht që prindrit nuk kanë pas dëshirë që na me jetu larg vllaznive edhe ata larg neve, kështu që mami jam ka vendosur me mësu gjuhën finlandeze edhe me apliku për punë si motër medicinale edhe mandej kena ardhur edhe na këtu bashkë. Edhe tash jena krejt bashkë të jetu këtu. Sa bukur. Sa e ke përjetu vështirë këtë ndarjen, po themi, duke mos qenë gjithë anëtarët e familjes bashkë? Them drejtën, nuk e kam përjetu shumë mirë, se ka qenë bashkë ajo mosha që jam duke u rritë edhe kam dëshirë me qenë gjithë bashkë, po s'ka problem, tash jemi bashkë edhe kjo ka rëndësi me shiju tash të çdo ditë bashkë. Më vjen shumë mirë që keni njëri tjetrin. Hana, për te muzikës, punon diçka tjetër, merresh me diçka tjetër, studimet, apo... Për momentin jam duke mësu gjuhën finlandeze me një kurs, vetëm sa e kam përfundu aplikimin për fakultet në shkencat kompjuterike, por që tash të provimi pranu s'ka më mojt në vazhdim edhe të shohim. Si po shkon? Ashtu e kam synimet. Si po shkon gjuha, e vështirë? E vështirë është, po besoj që do ta mësoj me kohën.